Dhe lajmi i fundit me gëzim, lahuta shqiptare zyrtarisht pjesë e UNESCO-s, një nga thesaret më të çmuara të identitetit kulturor, arti të luajturit, kënduarit të bërjes së lahutës, është përfshirë zyrtarisht në pasurinë botërore të trashëgiminë kulturore jo materiale të UNESCO-s, në listën për nevojë urgjente në mbrojtje. Arti të kënduarit, të luajtur dhe bërja e lahutës përfaqësojnë një element thelbësor të identitetit në hapësinën shqiptare rurale, të kultivuar ndër shekuj në krajinat veriore përteq nga Malësia e Madhe, Dukagjini, Malësia e Gjakovës, Rrugova, Drenica, Pllava, Gucia, eposi kreshnikëve dhe balladat traditës shqiptare veriore, në duart e lahutarit kanë shprehur në shekuj virtytet e trimërisë qendresës, derit, besës dhe mikpritjes. Ky sukses është rezultat një procesi të gjatë kërkimor të udhëhequr nga grupi studiuesve Vaso Tole, Shaban Sinani, Rigjesh Halili, Armada Hyza dhe Suzan Hoxh. Puna e tyre së bashku me seksionet komunitare dhe kërkim në terren finalizoi një dosje të standardeve më të larta të UNESCO-s e dorëzuar në mars të vitit 2024. Procesi u mbështet nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar Amerikan në zhvillim AADF në kuadër të marrëveshjes për përgatitjen e dosjeve të trashëgimisë jo materiale shqiptare.